Ne sot në magazinën Bonbon do të flasim hapur, do të flasim për atë se apo jetojmë për vete, apo për të tjerët. E unë kam kënaqësinë që këtu bashkë me mua ta kemi Ola Sylen. Ola, faleminderit shumë për kohën. Është një temë e gjerë që do të flasim shumë çka sot bashkë, besoj. Do të ndajmë. Që zakonisht jam shumë e hapur edhe shumë e sinqert. Ola, faleminderit shumë. Në anën tjetër, në një linjë të drejtë për drejtë, kemi edhe psikologun Ron Kastrati. Ron, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Qendresa, faleminderit juve për ftesën. Shpresojmë që do ta trajtojmë këtë temë duke kontribuar për të rishikuesit tuaj. Atëherë po e nisim me ju, Ola, besoj se të paktën një herë në jetë ja ke bërë vetës pyetjen se çfarë po thonë të tjerët. Por kur ka qenë ajo hera e fundit që ja ke bërë vetës këtë pyetje, kur ke qenë më dyshje ndoshta? Po, shiqo, unë për natyrës jam personi cili, për shembull, jo që nuk i ndëgjoj të tjerët, sepse kur i ndëgjon të tjerët, është mirë mi ndëgju dhe çdo mendim është, domethënë, këshill ose mendim është i mirë, por jo deri në atë mas, për shembull, me ta ndru qëllimin tonë, ose me të fshi ty prej ajo që je. Po, zakonisht, shpeshere kur du me marrë do një hap të madhë, nuk është që nuk mendoj. Por, që kanë thonë plesht për para vetë, e bën që shdish vetë. Dhe me thonë, është ajo që konsultohë me shumë njerës, po me gjithate, gjithmonë kom pas dëshirë në atë punë, në atë projekt, ose në ato që duna me bo, me qenë unë ajo, në përmjet që atësoj punës time, me më njoft njerëzit ajo që janë. Dhe në shumicën e raste, për shembull, se zakonisht neve kjo sa na intereson mendime tjere vjen mas pari prej prindve, këto mas mirë ti unë mjau shpjegu edhe psikologët, por është ajo sepse na gjithmonë mas pari presim miratim prej prindve. Pastaj për shoqërisë, dhe do të thonë është ajo, por unë e maj mena dhe si fëmijë, kur më ka fol nana, kom dëgju, por gjithmonë e kom bo atë temët. Edhe muj me të thonë që tash kallëzoj sa vjeti kom si s'di, por është interesant që njëtën time nuk isha këthuj as 5 minuta. Për arsye se ato që ka e kom bo me vedijet plot dhe me mendim, dhe më thonë, kështu të prem që, dhe më thonë, kom mendu shumë, para se me bo ato, por dhe më thonë, është diçka që nuk isha këthuj mrapa me një pishman që thonë, ose me diçka që me thonë, vala, atin, pse e bona dhe është që shë bona. Dhe thonë, atër kur kom vepru dhe kom bo, ka qenë me dim. Së mrami herë kur kom dasht me fillu me punu në emisionin me Gjirin, dhe me thonë para 15 vjetëve, unë thjesht i kisha dikur rreth viteve gati 60 vjetë, edhe kisha përshtypje që a muj me përballu. Edhe normal jam konsultu me njerëz të afërt. Dhe kom marrë mendimin e tyne që jo me zoja, që muj, që boj, që krejt, po me gjithate unë kom vendosë vetë për arsye se tamane kom madhë vete në muj me, por normal që pës, po jo deri në atë mas me shly vetë. Kjo besoj është një farë forme, Ola, që ndikon edhe në mirëqenjen e ati personi kur ti ndalesh dhe mendon se çfarë po thonë të tjerët, më pas ndikon edhe në aspektin mendor, nuk ndihesh mirë, bëhesh më komplekse në një farë forme. Pajtohesh me këtë? Po, sepse na jemi kështu vendi vogël, dhe më thonë paka shumë na njifemi, për shembull në vendet zhvillume, në vendet tjera, në Evropë, në perëndim atje, nuk na dim krejt. Dim për lider, dim për artist, dim për krejt. Dikush në atë mesin, kur unë e pa e njoft ato, këto. Po pra. Por, është diçka e teprume. Unë mendoj që është diçka tepër e teprume. Pse njerëzit shumë e kanë me rëndësi, mas pare e kanë me rëndësi duke. Unë që për shembull, të ti kur janë bërë me komplekse. Po, nuk duhet me ndëgju. Unë po flas për provojës time. Në rregull. Për shembull, unë sot kur kjo marr në emision, nuk jo marr më vesh aq bukur që më do shumë bukur, po jo marr e veshën me lkur, me diçka, me qizme, për arsye se jashtë po bjen shi. Dhe më thonë, e kom të gjua dëshirën time. Nëse unë e ndi veten komod, atër sigurisht do të ndin edhe ata veten mirë që më dëgjojnë mu. Po nëse ti mundohen shtë njetën me dikujna, që me thonë, mja bo qefin, ose me ju përshtat, ose me ju pëlqy, atër kret kanë me qenë do shta knaqën, po ti vetë s'ke me qenë knaqën.
Prandaj unë mendoj që është pak e tepruar ajo, sepse me rëndësi është njeriu që ka thot mendimin, edhe kur je i veçantë deri diku je shumë më interesant se sa që. Edhe ti tash për shembull nëse don vazhdimisht do të thonë dikujna me ja bu qefin ose me njerëzit, ata që të dojnë, ata dojnë që ashtu qysh je. Ata që nuk të dojnë, ata ton jetën mundosh me ja bo taman, po s'ja u bën taman ku. A ka persona që marrin mendimin tënd, për shembull, si ja bën ti kur duan që ti ndihmosh në vendimarrje, për shembull? Persona që ndikojnë, po, por nuk i kom të njëjtë. Okej. Të më thonë, familje ti me të ngushtë i kom personat të cilët, për shembull me qato që duhet, nuk për shembull burrin e pyes për tjetër çka, shoqën e pyes për tjetër çka, motrën e pyes për diçka tjetër, djalin për diçka tjetër. Është shumë e rëndësia ajo prej kujt lyp këshill, nuk është bash. Për shembull për shtatë. Po do të thonë është edhe mençuri, me ditë prej kujt me lyp këshill. Sigurisht. Për çka pyet bashkëshortin më shumë? Si? Për çka i merr mendim bashkëshortit për shembull? Për shembull mendimin e bashkëshortit më shumë ti ja marr sepse po mendoj sepse jo, po e marr mendimin ai njeh shumë njerëz. Edhe tash nëse kom punë me dikon, unë e pyes. Në rregull. Për shembull, a ne filonin kështu, edhe ai thot e njohësh, ky ashtu, edhe ndej diku, mu të zonë një farrugë ma hap me qatë persone. Pastaj që shumica e grave janë binduna që veshën vetë nuk e pyesin kohën, unë me tregu drejt shpeshet për garderobën tim e konsultohem me burrin tim, sepse ai më shem është shumë të mirë. Edhe domethënë se i pëlqej atij, është në rregull. Është në rregull për arsye se po ai ka atë domethënë çat aftësi për më shumë. Unë e kam atë shtemën. E kështu që ai e ka më mirë, për shembull, e ka më çat aftësi për me ditë më gjërësisht me ditë atë ç'është është. Domethënë nuk kem shefi ato që konsultona me to për arsye se për shembull e veshin ikmishtëm ç'është po duket apo të pëlqen, si pëlqen atij atëre. Se shiqo qëndres. Zakonisht të na njerëzit kur vinë mysafir në studio. Unë për shembull kam shumë kujdes çka flas. Jo për gjithë, po flas për ata që më njohin. Ti nëse nuk e fol të vërtetën, diçka për burrin, për djalin, për shoqën, për kojshin, për bashkëpunëtor, ata mbas pare mundën me pas mendim të keq ndaj teje. Natyrisht. Mundën me thonë, që pash zotën, që shpa rajka, ola, po kjo këtë falcë të koka. Nëse ti je e sinqert e hapur me ata që të njohin publik, sa do që t'janë, atëre ti sigurisht do t'jesh një person i dashur për të gjithë. Për arsye se shumica e njerëzve atëre kuptojnë që ti je sinqert edhe je. Nuk mundesh me bo sinqert nëse nuk je dhe nuk mundesh me gënjy nëse nuk më vjen. Prandaj adin duhet njeri me pas gjithmonë me qenë vetja, natyrale. Po, natyrale dhe me qenë vetja jo kryesore, se edhe që tash edhe siguria tepër qenë budallak. Por adin me pas një farmase ku din. Me gjetë një mes është. Po. Për shembull unë jam e sinqertë jam, por gjithmonë kam kujdes edhe atë vetë kontrollën për veprimet e mia. Ajo kuptohet, po. Ne në Ngjin të drejtë për drejtë kemi edhe Ronin. Ron, çfarë mendon ti për gjitha këto që folëm deri më tani me Olen? Në aspektin psikologjik. Si ndikon mendimi për të tjerët? Po, qëndresa, zonja i ka diskutuar të gjitha brenda kontekstit vendor, ato që janë ekzistente dhe reale. Ne në Kosovë përballemi me mentalitete që janë ombrellën e tradicionalitetit. Pra, këtu mund të konsiderosh vlerë vetëm kur i shërben komunitetit, familjes, njerëzve. Edhe harojmë që ne duhet jo vetëm t'ju shërbejmë të tjerëve, po duhet t'ju shërbejmë edhe rrethanave tona tjetës, pra vetës tonë, investimeve, zhvillimit tonë personal. Ne duhet ta gjejmë një ekuilibër në mes të këtyre dy prirjeve që njeriu i ka të predispozuara, pra njeriu është i prirur psikologjikisht edhe të marrë miratimin e tjetrit, por është sigurisht i prirur edhe të kaloj një moment të saktuar vetëm dhe të mendoj për veten, zhvillimin dhe jetën e tij apo jetën e saj.
Por sot çfarë shohim situatat kur të rinjët pse ikin në emigracion, sepse nuk gjejnë veten e tyre këtu. Dhe pse nuk e gjejnë veten e tyre këtu, sepse të tjerët ja kërkojnë që të sakrifikohen për familjen ose për shoqërinë ose për ethin dhe t'ikin jashtë e të punojnë të angazhohen. Po mirë, ajo është dhënë mundësi të rinjëve që t'investojnë për veten e tyre apo të zhvillohen vetë. Dhe pastaj si kundër kur zhvillohen vetë mund ta krijojnë jetën e tyre, universin e tyre jetësor. Këtu është dilema më e madhe, jo vetëm kontekstuale, strukturore sociale, por edhe studimore. Zonën dhe gjoha më vëmendje kur tha për ju, qendresa e mori një shembull konkret për gënjeshtrën dhe të vërtetën, është fakt që ne këtu në Kosovë, në shoqërinë kosovare duhet ta themi të vërtetën, pavarësisht çfarë karakteri apo përbërje ka ajo e vërtet, qoftë e hidhur ose e ëmbël, por kur shohim që njerëzit e shtrembrojnë atë, e pudrosin, i dhurojnë një pamje të bukur, kurse brenda është keqësisht e përgënjeshtruar ose e thon një gjysmë të vërtetë që realisht është gënjeshtra më e madhe, atëherë ne zhgënemi njëri me tjetrin. E kur vim tek zhgënimi, atëherë çfarë ndodh? Atëherë ne nuk bëjmë për të tjerët, por fokusohemi tek vetë sepse humbim besimin tek tjetri. Ktu qëndron thelbi. Ron, por çka ndikon që ne bazohemi kaq shumë tek fjalët e të tjerëve? Unë e thash edhe në hapjet e misionit, ka shumë persona që mendimi të tjerëve luan rol edhe në vendimin që ata do të marrin për një çështje të caktuar. Nga kush realisht ne kemi frikë më shumë? Nga familja, shoqëria apo nga vetvetja? Shpeshherë, sipas bindjes time dhe opinionit tim, unë mendoj që nga përgjithësitë. Kompetenca që i marrin mbi supe për ta zgjidhur një problem ose për të qenë të përgjegjshëm në një detyrë të caktuar. Dhe kur ne kemi mbi supe një përgjegjësi të caktuar për një detyrë përkatëse, ne sfidohemi me frikra. Por pse vijnë këto frikra? Në sajt të mungesës së përvojave në jetë. Njerëzit mendojnë që përvojat mund t'i krijojnë me imagjinata, por përvojat nuk krijohen me imagjinata. Përvojat krijohen dal nga dal me maturi, gradualitet, duke krijuar lidhje sociale me të tjerët. A i dini ju që në spektrin neurobiologjik të trurit ne kemi nevojë për të tjerët në momentet e caktuara për njohje, për bashkëpunim, për kompromise, për diskutime, organizime. Dhe pse bën kjo interesante jetën mes shumë përvojash, sepse duke pasur përvoja, duke njohur të tjerët, duke njohur sferat e caktuara të jetës, ne jemi të gatshëm të gëzojmë kompetenca dhe përgjegjësi për detyrat që na takojnë ose na jipen. Por kur ne qëndrojmë vetëm indiferent, mbajmë qëndrimin tonë ndonse egoist dhe shikojmë tjetrin me abi, nuk futemi në këto eksperimentet e jetës mes debatesh e diskutimesh apo përgjithsisht të cilat jeta na servon, atëherë ne çfarë bëjmë? Thjesht jemi në vend numro. E qëndrosh në vend numro, ju e dini, rezultati është 0. Ola, po kush mendon se preket më shumë nga ky gjithë presion, po themi kështu? Burrat apo gratë? Kush i japin më shumë rëndësi fjalëve të tjerëve? Varet prej karakterit, unë mendoj. Dhe unë kisha ndërlidhë pyetjen e parë që the çka është ajo që i bën me qenë varur. Unë kisha fol pak një gjuhë më popullore se me kuptu. Unë mendoj që njerëzit i këqyrin, do me thonë, mendimi, ju intereson ma shumë mendimi huje për arsye se kanë frikë që nuk pranohen në shoqëni, kanë frikë që nuk pranohen në rreth ku janë dhe kanë atë frikën që nuk do të pranohen edhe nuk do të jenë një faktor dikush. Por mendoj që ajo është kryesore. Ajo ndodh edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe çdo kund. Por ajo që po më pyet është varet prej karakterit. Ki për shembull mashkull të cilët shumë i kanë me rëndësi që bojnë nervoz gruan, pse jonë qaq i rëndësi, qysh po del që ashtu si të thot taj, qysh taj, kurse gruane ka shumë ma klirë, ma që thojmë nani një shprehje, ma frerë. Ose për shembull dhe ki gruani, cila është pak ma e lirë, ma e kufizume, ma kontrol, vetë kontrol ka, dhe me thonë, unë nuk e kisha ndonë, bura e gratë, me thonë, këtë varet prej karakterit. Po zakonisht edhe gjithmonë edhe martesat kur bëhen të ndryshme, çifti ndryshëm, kështu që gjithmonë dikon njëri
të tjetri. Zonja Ola, Por, unë mendoj që me gjithate... Në një paragjykim. Ron edhe një herë? Po, desha një diskutim hapur me zonjën Ola, shumë keq që nuk jam afër aty, po flasim nga videolidhja, por zonja Ola, desha të di, ju jeni një zonjë nderuar, jashtëzakonisht e përkushtuar, dhe ato çfarë ju po i diskutoni, e shoh nga afër që jeni sfiduar me shumë përvoja tjetës, por a jeni përballur me paragjykime nga njerëzit, me mendime interpretive, etiketime, apo thjesht nuk e keni vënë fare veshin e keni vazhduar jetën tuaj? Nuk e kuptova, më nëse ndryshova bashkëmirë. Po pyet nëse je përballur ndonjëherë me paragjykime? Po. Ne, unë personalisht po. Ju personalisht po. Domethënë, u a ke varë, domethënë, në një farë forme? Po, shiqa, nuk më kanë do, me tregu drejt, me më thonë, është diçka që ta veshin diçka, ose paragjykim, nuk më me qujta ata. Për shembull, unë punon në media dhe ka ndodhur për shembull kur ka qenë videoja e gatimit tim, edhe ajo ndërlidh ka folë për shembull për familjen time. Tash nuk pëcej, ku që shkene të kuptojnë. Ka folë diçka për një antar të familjes time, dhe une nuk njerë kom dashtë me ndëgju, po pastaj kom reagu, sepse i kom thonë, shiqa, është rubrik e gatimit. Edhe nuk e di pse ndërhyn ti me bisedu për diçka që nuk ka të bëj me këto. Dhe më thonë, nuk është që nuk reagoj. Dhe më thonë, kom dëshirë, nëse kom mundësi, kom dëshirë me sqaru që nuk është ashtu, nuk pritoj. Nuk e te kaloj ato me thonë, punë e madhe që a thot ky. Dhe më thonë, ajo dashtë e pa dashtë, dhe unë kam dështa një dozë që a mendojnë tjerët. Por jo ndështa ndërat masë që me shkatru vetën ose me hub vetën. Se nuk është që asë një njeri nuk është që s'mendojnë që a mendojnë. Po. Dhe sidomos kur kemi të bëjmë me persona publik që ballafaqohen me komente e fjalë të ndryshme. Për shembull, unë ka qenë një rast, unë zakonisht nuk komentoj shumë për politikë, por nëse është diçka që më përket mu, moshës time ose dëshirës time, atëre reagoj. Por, për shembull, kur unë reagojnë edhe jap një mendim, dhe tash gjuhë dikush më shanë mu, atëre unë nuk muj mos me reago me thonë, për shiqa, unë folja për politikë, nuk folja ty për familje ose për ty, dhe më thonë, jonë edhe do gjanat e cilat na nuk po di me nda. Adhe, dhe më thonë, kritika nuk është sharje, kritika është për shembull nuk o fyrje, por dështë edhe pak këto mediat, dhe më thonë, kjo rrjeti social kanë diku shumë me ndryshimin tonë. Na deri dikur, unë jo me përkes asoj moshës, ku për shembull përpara shumë kemi pas konsiderat, që ka me ndonë diku që a thotë, e ngove ti e ke pas një sjellet ashtu duhur, që dush me pas. Por, për shembull, tash po e vrej se shumica e graves, sidomos, i shojnë rrjetin sociale, për shembull në sheni gru që dhe ka kushtet ma mirë jeton edhe ajo kërkon ato do me korrigju, do me bo, dhe kryon probleme i kretë. Të me thonë, është diçka që duhet njëri gjithmonë vazhdimisht me pas një par vetë kontrole, me ditë dheri sa mundit në arrit. E jo që kanë thonë plesht për para vetë, po këthena të plesht, që kanë thonë nuk haha çdo gjatë që fluturon. Kështu që nuk është bashkë letë në këtë rrethin tonë me jetu, kështu që shpo jeton, por me gjithatë duhet njëri me pas kujdes edhe për tjerët edhe për vetën. Ron, si ndikon kjo më pas? Besoj e more përgjigjen e Olës. Po, sigurisht që po. Është rëndësishme ta kuptoj një gjë. Të jetosh vetëm për vetën, ose të jetosh vetëm për të tjerët, ju siguroj që bie ndesh kjo edhe me biologjinë tonë njerëzore. E le më të jetosh vetëm për të tjerët. Pra, pse unë këm ngull që jeta është relative? Jeta asnjëherë nuk është absolute. Dhe çfarë do thotë kjo që t'jemi më i qartë për të shikuesit tuaj? Jetojmë për vetëm në momente të caktuara kur është shumë e nevojshme të reflektojmë apo të autoreflektojmë ose të komunikojmë me veten tonë. Por kur është momenti dhe janë rrethanat të cilat na servohen dhe duhet domosdoshmërisht të njihemi ose të krijojmë lidhje zinxhirore sociale me të tjerë, këtë duhet ta bëjmë, nuk duhet të hezitojmë. Kjo është arsyeja pse ne shpeshherë përballemi me anktet sociale, se njerëzit nuk gjenerojnë mjaftueshëm përvoja në mjediset sociokulturore ose ku ka shumë turma,
dhe njerëz. Unë jam kundër kolektivizmit ekstrem, por njëkohësisht jam edhe po ashtu kundër individualizmit ekstrem. Dhe ku duhet të orientohemi ne, të jemi edhe për të tjerët në momentet saktuara, në situatat keqësisht relative, edhe për veten tonë kur është domosdoshmërisht e nevojshme. Unë parimisht vlerësoj potencialin e grave sot, grave të fuqishme, ato të cilat janë këmbgulës dhe e kërkojnë një jetë të pavarur, një jetë autonome, dhe pse e bëjnë këtë, sepse kanë arritur ta kuptojnë që të jetosh në ombrellën një mentaliteti patriarkal, atëherë e humbasin veten, zhdukën. Kur them zhdukën e them simbolikisht, pra, nuk kanë esencë në jetën e tyre. Dhe kjo është e rëndësishme për gratë të cilat përballen dhe sfidohen me dhunë familje, abuzim emocional, keq trajtim, kufizim, leti përvishin mëngë dhe të bëhen të gatshme dhe të marrin iniciativa sepse mund t'ja dalin të zhvillohen, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët, përmes të tjerëve, duke ngritur zërin, duke bërë pjesë e çdo fushate organizimi apo çdo tryeze që diskuton tema për të drejtat e tyre. Ne sot në këtë jetë dinamike, tani ju po e shihni edhe vitin 2026 se si ka nisur, me pushtime territorësh sa ndej sa këndej, duhet të jemi jashtëzakonisht vigjilent sepse gabimet po na kushtoj si shoqëri. Kosova po evolon në nivelin shoqëror. Unë jam i bindur që ne kosovarët, shqiptarët, po e ndryshojmë sistematikisht stilin ton të jetës, por mos harroni, duhet të jetojmë për veten tonë, jo duke shkelur tjetrin, por duke kontribuar edhe në shoqërinë komunitet. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duke respektuar edhe parimet dhe qenësinë dhe mirëqenjen e njerëzve të tjerë, sepse ne jemi për njëri tjetrin dhe nuk kemi armik ndaj njëri tjetrit. Ron, po ka edhe persona që hezitojnë, me qenë se jemi edhe në minutat e fundit të kësaj bisede, hezitojnë të thonë fjalën e lirë ashtu siç duan. Në aspektin psikologjik, ndoshta si një lloj këshille për fund, çfarë duhet të bëjmë ne që ta marrim guximin dhe ta thojmë atë që e ndjejmë ndoshta prej loçkës të zemrës, po e them kështu? Ta keni parasysh një gjë, sa herë që keni frikë ta thoni mendimin tuaj, gjithmonë fokusoni tek mesazhi që do të përcjellni. Në qoftë se mesazhin të cilin do ta përcjellni është i dobishëm për të tjerët, bëjeni sepse nuk ka kush ju sfidon. E pengesa këtu cila mund të jetë, pse njerëzit kanë frikë këtë, sepse shohin që në shoqërinë sot ne bullizohemi njëri me tjetrin, e përqeshim ose e përbuzim njëri tjetrin. Por një këshill për fund. Ajo se çfarë mendon tjetri për ty, ose çfarë të përbuz, ose të etiketon, nuk të përcakton ty se kush je. Ti je ai ose ajo që përcakton vetëm tënde. Shumë e bukur, faleminderit. Ola, cili është mendimi juaj? Çfarë duhet bëjmë që të marrim këtë guxim? Të shprehemi lirshëm, të themi atë që ne duam të themi konkretisht. Dhe të mos e varim shumë se çfarë do të thonë të tjerët. Por shiqa, unë nëse kam një qëllim, për shembull që po e zëm në Facebook, unë zakonisht shumë jam aktive dhe postoj. E kam diçka që për shembull një breng ose një diçka që nuk më pëlqen shoqëri ose ndërrethës edhe e paraqes. Por nuk e paraqes. Kam shumë kujdes, nuk e paraqes ashtu me emën, me bjemën, me rast, me vend, me krejt. Do të thonë e bëj një tregim i cili nuk do të prek askënd, por do ta kupton ai person i cili i dedikohet ai postim. Do të thonë ndoshta prej 5000 përcjellësve që i ka më shumë, atëherë do ta kupton vetëm ai që do të thonë që i dedikohet ai postim. Mirë tha, psikologët duhet me pas njëri një mesazh, kur të ke një mesazh dhe e dërgon atë, atëherë sigurisht është diçka që ti jap. Edhe është mirë, për shembull, jo vetëm me shkruar ashtu si frazë, edhe mos më thonë, nëse nuk ke në postim tonin ose në dedikim tonin, shprehje tone, do një mesazh, atëherë ajo është diçka që e pa vlerë dhe thjesht nuk ka me qenë interesante. A ke pas rast kur të është keq kuptuar ndoshta mesazhi i dhënë? Jo. Jo, qëndreca për arsye se unë 50.000 herë shkruaj dhe fshi, ndoshta 2 ditë shkruaj një postim, duke i hjek çdo herë ka një pjesë e cila kam frikë që mundet dikash me keq kuptu ose me parë. Unë mendoj që edhe
pak janë edhe ajo, pak edhe, s'po di që me thonë, edhe të lindun njerës të cilë për arsye se jonë tapur, natyren e kanë ashtu dhe kur t'jon ata tapur duhet me pas shumë, a kujdes se sa ata që jonë t'inzarë. Sepse ata që jonë t'inzarë s'mundesh me javdit as të mirën as të keqen. Kurse njerëzit që jonë të hapur, atër sigurisht të njerë munet, por nuk më ka ndodhur as një herë me keq kuptu, për arsye se kam pas shumë kujdes. Dhe më thonë, është një shprehje ime lirë, por veprimi ime është jashtëzakonisht i kontrolluar dhe më thonë, kam shumë kujdes që vepraj. Ola, ishte shumë kënaqësi me të pas në studio si gjithmonë, me mesazhe shumë të mira dhe dedikuar si për gra ashtu edhe për vajza. Faleminderit shumë për këtë energji që na jep gjithmonë. Dhe falenderojmë edhe Ronin i cili ishte në linjë të drejtë për drejtë. Ron, faleminderit shumë për këshillat profesionale. Po, faleminderit një gjë për fund, të gjithë e mendojmë e themi për vete. Unë jam i rëndësishëm, por jo të tjerët, jo. Ti mund t'jesh i rëndësishëm, por edhe tjetri është i rëndësishëm. Prandaj gjithë jemi të rëndësishëm. Mirëmbëjtje. Faleminderit shumë.